Partia Demokratike e Kosovës ka qenë jashtëzakonisht konstruktive dhe është munduar që vendit t'i japë president. Po një gjë është e qartë, po besoj lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti janë mjeshtër shkëlqejnë vetëm në dy fusha. Kosova është pa institucione të konstituara, pa president apo presidente të zgjedhur, jo për munges kohe, po për munges vullneti politik nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë jashtëzakonisht konstruktive dhe është munduar që vendit t'i japë president, mirëpo çfarë ka kërkuar lëvizja vetëvendosje përkatësisht Albin Kurti është subordinim, është në nështrim i vullnetit politik të deputetëve të zgjedhur karshiti, e një gjë e tillë nuk ndodh. Tashmë është e qartë, vendi pashmangshëm po shkon drejt zgjedhjeve, mirëpo është vetëm një adresë e përgjegjësisë, e ajo është lëvizja vetëvendosje. Po një gjë është e qartë, po besoj lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti janë mjeshtër shkëlqejnë vetëm në dy fusha, në prodhimin e krizave dhe në propagandë. Zgjedhjet që do pritet të mbahen tani në qershor janë paralajmëruar nga zoti Kurti me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve të dhjetorit. Dhe kjo është e qartë. Ka bërë një kalkulim të gabueshëm, ka pritur që opozita do t'i nënshtrohet dhe siç po shihet nga deklarimet e tij, ai sërish pret që opozita do t'i nënshtrohet, po PDK nuk i nënshtrohet vullnetit politik të Albin Kurtit. E kemi bërë të qartë kur është në pyetje interesi shtetëror. Ne nuk shohim ngjyra partijake, kemi votuar marrëveshjet ndërkombëtare, kemi votuar zgjatimet buxhetore, po është tërësisht e pakuptimit që tani e 2 vite ne flasim për emra të përveçëm të pushtetarëve. Kush është kryeparlamentar, kemi humbur muaj të tërë këtu, kush do të bëhet president, e nuk flasim për hallet e vërteta të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk shkojmë në sallë për të bërë quorum dhe për t'ju nënshtruar vullnetit politik të Albin Kurtit.